Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Me këshillën e vllaut ton Bardhit, masi që e përfundum librin Urtësia drejt rrugës Allahut subhanahu wa ta'ala, sonte e përzgjodhëm për edukatën e leximit Kur'anit, apo në përgjithësi për Kur'anin, leximin e saj. Disa fjalë do t'i trajtojmë në këtë ders të sonshëm inshallahu ta'ala. Kur'ani fisnik vllazni, e dini që është fjale Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo fjale Allahut subhanahu wa ta'ala i është zbritur Muhammedit alayhi salatu wassalam në përmjet Gjibrilit. Gjibrili është një lloj ndërmjetësuesi që Allahu subhanahu wa ta'ala fjalen e tij ja dha Gjibrilit dhe Gjibrili ja zbriti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe ne besojmë si fjalë të Allahut dhe jo si krijesë të Allahut azza wa jall, sikur që janë krijesa tjera, po është fjalë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jall nëpërmjet Kur'anit, kur njeriu e pason Kur'anin, udhëzohet, është udhëzim për njerëzimin. Po ashtu është shërim për njerëzimin, është shërim për zemrat, sidomos për zemrat e besimtarëve. Kur ta lexojnë Kur'anin besimtarët, ju rritet imani, ju kënaqet zemra, dhe është dritë dhe udhëzim. Dhe më thonë, nga errësira, nëse ti ke qenë në errësirë, kur ti e lexon Kur'anin me një sinqeritet plot, duke u mbështetur Allahut subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jall ka për të udhëzuar në rrugën e tij. Kur ti i sheh fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala, se çfarë madhështie kanë ato fjalë të Allahut azza wa jall, atër njeriu besimtar, njeriu që e don Allahun azza wa jall, i kthehet me njëherë. Kur vjen tek ajeti kuranor, aqimus salah wa atuz zakat, nuk pret, falë namazin, jepni zakatin, me njëherë i nënshtrohet Allahut, me njëherë i bjen sejdë Allahut azza wa jall. Me njëherë nëse e ka arrit nisabin, vlerën e zekatit, me njëherë e jep zekatin. Nuk pyet a është farz apo është sunet, por se e kryen obligimin me njëherë. Realisht ajo është farz, por se po flasim që në kohën e Resulit alayhi salatu wassalam, sahabët nuk kanë pyetur a është obligim, a nuk është obligim, është sunet thjesht. Vetëm kanë thonë, a është kjo urdhër? A e lyp kështu feja? Po, kaq. Gratë e sahabeve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur ka zbrit ajeti kuranor për mbulesën, me njëherë kanë mbuluar kokat e tyre. Sahabët kur ka ardhur ajeti në mënyrë decisive rreth ndalesës së alkoolit, i kanë derdh alkoolin, dhe me njerë e kanë praktisur alkoholin. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, kjo është libër i bekuar që na ta kemi zbritur ty o Muhammed, për t'i medituar argumentet e ti dhe për të marrë mësim ata që kanë mend. Sot e asaj dite, shkencëtarët e vërtetojnë nga hulumtimet e tyre që i bëjnë në këtë tokë, apo e vërtetojnë fjalën e Allahut hak. Pastaj thot, leximi i tij është ibadet. Nuk është sikur leximi i çdo libri tjetër. Përkundër asaj që ke shpërblim edhe leximin e librave tjera kur ti mëson dije, por se fjala e Allahut, shkronjat, çdo shkron kise vllaja. Më thonë, me leximin e Kur'anit, fjalëve të Allahut, ti bon ibadet Allahun azza wa jall. E bon ibadet, e adhuron Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu azza wa jall, ata të cilëve u kemi dhënë librin dhe lexojnë ashtu siç është shpallur, ata besojnë vërtet në të. Bile vllazni, nëpërmjet rukjes, edhe personi që është jo besimtar, krishter, jehud, apo çfarë besimit qoftë, nëse ti lexon Kur'an, një jo besimtari ndikon tek shejtani i cili e ka goditur atë pa besimtar dhe largohet, s'mund të duroj, përkundër asaj që ai nuk beson. Normalisht nëse i beson, është shtesë për shërimin e tij. Mirë, po Kur'ani realisht është shërim për besimtarët, për zemrat e besimtarëve.
Në vijim do t'i paraqesim disa hadithet Muhamedit alayhi salatu wassalam. Thot më i miri prej jush, thot është ai person i cili e mëson Kur'anin për vetë dhe ja mëson të tjerëve. Ti vllai jam që akoma nuk e ke mësu shkronjat e Kur'anit, fillo që sonte, subhanallah. Mësoj shkronjat e Kur'anit. Nuk është vonë kur. Nuk është vonë kur. Ka pleq që i kanë mësuar në moshën 60-70 vjeçare. Atër si që potencuam hadithin e pejgamberit a.s. ku thot Muhamedi a.s. më i miri për jush është ai që mëson Kur'anin dhe u mëson të tjerëve. E transmeton hadithin Buhariu. Andaj mësoj Kur'anin vllai jam, fillo me shkronja dhe pastaj kur ti e mëson mësoj edhe të tjerëve, sepse kish problem të madh dhe çdo lexim që ai personi e bën që ti e ke mësu të shkojnë se vapet pa da. Të shkojnë se vapet pa da. Hadithi tjetër thot, ai që lexon Kur'anin duke qenë i përpikt në leximin e tij, është nën përcjelljen thot të melajkeve. Nën përcjelljen e melajkeve. Dhe thot shkrues, fisnik dhe bamirës, ndërsa ai që e lexon atë duke pasur vështirësi gjatë leximit, i ka 2 shpërblime. Allahu akbar. Nëse ki vështirësi, që zakonisht ata që janë fillestar kanë vështirësi gjatë leximit Kur'anit, 2 herë shpërblim ki tek Allahu për shkak të mundit që po e bën gjatë leximit të Kur'anit. Me të vërtetë Allahu subhanahu wa taala, Sahih Muslim është hadithi, Allah i madhrueshëm i lartëson me këtë libër disa njerëz, por edhe i poshtron disa njerëz. I lartëson ata njerëz të cilët i mbështeten Allah dhe e lexojnë dhe e praktikojnë këtë Kur'an, por se i poshtron disa njerëz që nuk e pasojnë këtë Kur'an. Po ashtu Muhamedi a.s. ka thënë, lexojeni Kur'anin, sepse ai ka me ardhur si ndërmjetësues për lexuesit e tij ditën e Kiametit. Subhanallah. Po të vjen Kur'ani në formën që ne nuk e dim. Allah subhanahu wa ta'ala i jep formë fizike. Dhe del Kur'ani dhe thot, ja Rab, unë e lash tër natën zgjuar duke lexuar Kur'an. E prishi rahatin e vet dhe lexoj Kur'an për hir tondin. Allah subhanahu wa ta'ala nga këto ndërmjetësime, nga këto vepra të mira, ti fshin gjunahet në ditën e gjykimit me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Ai që lexon një shkron nga libri i Allahut e ka shpërblimin i cili shtohet deri në 10 fish. Dhe thot, nuk them se elifi, lami apo mimi janë në shkron, një shkron, të trijet nuk o një shkron, por se elifi është një, mimi është një, dhe lami është një, dhe shkron në vete, se cila shkroni ka 10 sevape vllaje. Elhamdulillah, 60 sevape. Po paramendon një faqe kur ta lexon. Tër faqen kur ta lexon. Sa shkronja i hi aty, sa sevape, subhanallah. Lexuesi Kur'an, lexuesit Kur'anit i thuhet, lexo dhe ngritu lart në xhennet. Lexo ashtu si e lexon në dynjë, sepse ti do të ngrihesh vazhdimisht duke lexuar atë deri në jetën e fundit që do ta lexosh. Po ashtu Muhamedi a.s. ka thënë, vërtet ai i cili brendtin e tij nuk ka asgjë nga Kur'ani, është sikur gërmadha. Gërmadhat e dini për shembull në kohën e luftës, kur goditen ndërtesat, sikur skeleti i shtëpisë. Nuk ka brenda asgjë ajo zemër. Nuk ka brenda asgjë e zemër. Po ashtu Muhamedi a.s. ka thënë, të 2 prindërve, të ati që e lexojnë Kur'anin dhe punojnë përputhje me atë që përmban ai, Allahu ka m'ia dhënë kuror në ditën e Kiametit. Subhanallah. Mundoni o vllazni ata të cilët janë të martuar dhe kanë fëmijë, ti edukojnë fëmijët e tyre. Ti edukojnë fëmijët e tyre me Kur'an. Ti edukojnë fëmijët e tyre që me lexu Kur'anin, me praktiku Kur'anin, sepse në ditën e gjykimit Allahu subhanahu wa ta'ala përballë gjithë njerëzimit ka me ta vënë kurorën ditën e Kiametit. Një kuror, drita e së cilës do t'jetë më mirë se drita e diellit në këtë botë. E që mendoni vallë për atë që punon sipas tij? Subhanallah. E mëson ke kuror, po nëse edhe e praktikon,
atëherë normalisht problemi është shumë i madh. Edukata para se me fillu leximin, mas pari vllazni do të me pas qëllimin, niyetin për hir të Allahut subhanahu wa taala, me pastru niyetin. Mos me mësu Kur'anin që të tjerët me thonë ky po lexon bukur. Mos me mësu Kur'anin për para. Qëllimi i vetëm i leximit, mësimit Kur'anit është vetëm për ftyrën e Allahut azza wa jall, për kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Atëherë ti do ta kesh shpërblimin. A e dini hadithin e pejgamberit alayhisalatu wassalam, ata 3 persona apo 3 grupe njerëzish që mas pari xhehenami ka mu koll me ta. Dhe kush janë ata? Sheh Albani shpesh e potenconte dhe u friksonte aq shumë, sepse njëri prej këtij grupi është dietari i cili e ka mësuar dijen që të tjerët thonë që është ky dietar. Ta lë ka thonë, subhanallahu, po m'bjen mendja, po m'shkon mendja që me lon këtë dituri thjesht më konë një musliman i thjesht me një aspekt, sepse përgjegjësi shumë e madhe. Përgjegjësi shumë e madhe, sepse xhehenami do të kallet me dietarin, thot me mujahidin i cili lufton, mirë, po nuk e ka qëllimin me ngrit fjalën la ilaha illa Allah, por se ka qëllimin me i thonë trim, guximtar, dhe kanë mi thonë, i thonë dynja. Dhe ai person i cili jep sadaka, që njerëzit mi thonë, ky njeri po jep sadaka, ky njeri është i pasur, dhe i kanë thonë dynja, ndërsa në ditën e gjykimit kam i thonë, ja rap, unë e dhash për hir tondin, ke thët, ke rejnë, thot, ke gëny, nuk ke dhonë, thot, për mua, për ftyrën time, për hir të Allahut, por se ke dhonë, që me thonë njerëzit i pasur, që me thonë njerëzit bujar është personi, dhe ashtu ka ndodhë. Andaj, lusim Allah subhanahu wa ta'ala që me na dhonë sinqeritet në mësimin e shkronjave të Kur'anit dhe leximit Kur'anit. Dhe atëherë do ta kemi shpërblimin me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, mos ta kemi për suefatësi e jo për famë, por se për t'ju afruar Allahut subhanahu wa ta'ala. Është mirë, është edep, nuk është kusht, nuk është wajib që të jemi me abdest. Edhe pse në mesin e ulemave ka ihtilaf kjo çështje që a është obligim abdesti apo nuk është obligim, sipas asaj që është më sakta, obligim nuk është me pas abdest, por se është edep i mirë, është edukat e mirë, që para Kur'anit të merr abdest personi, muslimani, pastaj thot t'i laj dhëmbët me misfak, të pastrohet, se po e lexon fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Bile thuhet në hadithe, kur personi e lexon Kur'anin, i afrohen gjatë lëvizjes së gjuhëve, i afrohen me lajke deri tek buzët e tij dhe zbashku me leximin e tij afrohen edhe me lajket duke e emituar apo duke i përcjellur fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala që i çet goja apo buzët e muslimanit. Duhet jetë me abdest, nëse është nevojë, nëse prej edepeve siç tham, duar duhet jenë të pastërta e kështu me radhë. Vendi i pastër, zgjidh një vend të pastër dhe thot të qetë, mbyllë telefonin, distancoju për një moment kur ti e lexon Kur'anin. Edhe fokusoju në ajetet kuranore. Fokusoju në kuptimin e ajeteve kuranore. Prej edepeve është mirë që më kthy edhe ka kiblja. Prap po themi prej edepeve vllazni. Nuk po themi prej wajibeve, nuk po themi se është obligim, nuk po themi se është kusht, por se po themi prej edukatës mirë. Po, edhe pse nuk është obligim, por është vepër e pëlqyer. Gjatë leximit Kur'anit normalisht duhet me kërku mbrojtje prej Allahut nga shejtani i mallkuar. Duhet me kërku mbrojtje, sepse ta mbështjell të fut dyshime shejtani alayhi lane, duke thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kërkon mbrojtje për Allahut nga shejtani i mallkuar. Allahu azza wa jall e thot në suratul Nahl ajeti 18, ajeti 98, kur të lexosh Kur'anin, kërkon mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar. Vetë po të thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj fillon me bismillah. Në fillim të çdo sure, përveç surës Taube që nuk ka bismillah. Gjitha surët kanë bismillah, ndërsa surja Taube nuk ka bismillah. Një prej rregullave
apo është edhe me lexu me tajwid dhe me për ulje, lexo me zot qartë, duke respektuar rregullat e tajwidit, mos u ngut në lexim. Edhe pse dietarët e kanë trajtuar që ka lexim të shpejt, ka lexim mesatar dhe ka lexim të ngadalt. Por ti bëje leximin mesatar. Reflekto gjatë leximit kur të vjen ndonjë ajet ku përmendet xheneti i Allahut subhanahu wa taala. Kërko prej Allahut xhenetin vllaja. Kërko. Kur vjen xhehenami, kur potencohet ajetet kuranore, kur potencohen ajetet kuranore për xhehenamin, kërko mbrojtje nga Allahu, që Allahu më trujt nga xhehenami. Dhe kërko strehim, përdor zërin më të bukur që e ke, zbukuroj zërin gjatë leximit, sepse je duke e lexu fjalën e Allahut subhanahu wa taala, që është zbritur Muhamedit alayhi salatu wassalam, siç thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, zbukuroni Kur'anin me zërat tuaj. Buhariu, Muslimi. Mos fol kur lexon, është edeb që ti kur ta lexon Kur'anin, edukat, që mos me fol me njerëz. Pastaj respekto edhe vendet e ajeteve të sejdës, kur ti vjen, dhe më thonë, kur të lexohen ajetet e sejdës, të biesh në sejdë, me njerë është suneti Muhamedit alayhi salatu wassalam, që me rënë në sejdë, bile dhe kur të jenë namaz, nëse gjatë leximit kalojnë ajetet e sejdës, me njëherë du të me rënë sejdë. Bjen si imam, nëse je imam, bjen si imam, edhe xhamati pas te du të me rënë në sejdë, pastaj kthehet prap në qiyam, në qëndrimin fillestar dhe vazhdon ku ka mbetur ajeti kuranor, dhe pas leximit falenderoj Allahun subhanahu wa taala, thuaj alhamdulillah që Allah ma mundsoj me lexu Kur'anin. Bile Muhamedi alayhi salam ka thënë, sa i mirë është ai rob i cili në fillim thot bismillah kur e pin një glën ujë dhe në fund e falenderon Allahun subhanahu wa taala, thot alhamdulillah, e lërë më për Kur'anin, që Allahu ta mundsoj me lexu Kur'anin, që Allahu nuk të bëri nga gafletet, nga gafilet, por se të bëri me lexu Kur'anin. Pastaj thot lutje dhe kërkimi sinqert. Lutu Allahut pas leximit Kur'anit. Enes ibn Maliku vllazni, radiallahu anhu, kur bënte hatme, kur e krynte krejt Kur'anin, e mblidhte krejt familjen e tij dhe bënte dua tek Allahu subhanahu wa taala. Praktikoj edhe ti këtë vllaja. Praktikoj edhe ti. Fillon nga fillimi, nga suratul Fatiha deri tek An-Nas, surja Nas, dhe kur ta përfundon, bëj dua së bashku me familjen tënde. Bëj dua për të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot, na jep të mira këtë botë dhe në botën tjetër. Ne nuk jemi sikur sufijunët, ne nuk jemi sikur dervishët që e lëm këtë botë pas dore. Këtë botë e shfrytëzojmë si lloj procesi për me arrit tek Allahu subhanahu wa taala, po nuk i lojmë të mirat edhe të kësaj bote. Po ashtu, mos e le Kur'anin vllai jam pas dore. Po s'paku çdo ditë lexoje ka një pjesë të Kur'anit. Çdo ditë lexoje. Qëllimi nuk është vetëm të lexosh, po është me meditu, me shiku se çfarë po thot Allahu subhanahu wa taala. Me një lexoje një faqe, gjys faqe. Dhe në anën tjetër shikoj përkthimin e tij. Dhe kjo është me meditu pas fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Nuk po themi që është obligim për të gjithë me mësu gjuhën arabe, edhe pse një hadith, por se alhamdulillah thot Sheikh Albani është i dopt që e obligon, e bën të obligueshëm mësimin e gjuhës arabe, por se thot Sheikh Albani alhamdulillah që është i dopt, sepse kishin me qenë gjunahqar gjithë muslimanët nëse nuk e mësonin gjuhën arabe. Zbatoje ato që e lexon, mos bëj pazar me Kur'anin, mos e përdor Kur'anin për përfitime personale, për reklamim, për syfaci. Profeti alayhi salatu wassalam ka paralajmëruar ndaj kjo gjëje, ndërsa shembuj nga sahabët i kemi Abdullah ibn Mesudi lexonte Kur'anin çante gjatë natës. Uthmani radiallahu anhu thoshte, sikur zemrat tona të ishin të pastra, nuk do të ngopeshin kur me leximin e Kur'anit. Wallahi shejtani është alayhi lane, ai i cili na largon neve prej Kur'anit. Na largon prej Kur'anit, prej gjërave patësore. Na shtin me lexu libra të tjera që normalisht duhet me lexu, por se parsore duhet jetë Kur'ani.
Parësore duhet me qenë Kur'ani, pastaj edhe librat e tjerë. Aisha radiallahu anha lexonte dhe vepronte me çdo ajet që e përmendte xhenetin apo xhenemin. Dhe shpërblimet e leximit Kur'anit janë, kush lexon një shkronjë nga libri i Allahut ka një shpërblim dhe çdo shpërblim shumëzohet në 10. Dhe siç tham, nuk po themi elif lam mimi është shkronjë, por elifi është një shkronjë, lami është një shkronjë dhe mimi është një shkronjë. Tirmidhiu e transmeton hadithin: o Allah na bëj prej atyre që lexojnë Kur'anin, e kuptojnë atë dhe veprojnë me të, na bën nga njerëzit e Kur'anit që janë të dashurit e tu. Amin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft. Nëse keni ndonjë pyetje rreth temës në fjalë apo edhe temave të tjera, do t'ju përgjigjemi ato që na ka lehtësuar Allahu subhanahu wa taala.